Vllaznia 0 dhe Egnatia 4. Një rezultat Ervin Baku që askush se parashikonte, sidomos në Shkodër. Një rezultat i hidhur shumë për gjithë shkodranët, që sot dëshironin të merrnin atë yllin e parë, pra titullin e 10 në historinë e tyre, por fusha foli ndryshe dhe për të dytën vit radhazi Egnatia shpallet kampione. I gjithë ky stadium me dekorin kuqe blu nuk e meritonte Vllaznia dhe tifozëria shkodrane një rezultat të tillë. Vjen keq sepse ishte një stadium i mbushur plot dhe për këtë kanë merit kryesore tifozët shkodran dhe natyrisht merit kryesore ka presidenti i nderit të Vllaznisë, Ardit Kraja, që ka shpenzuar 20 milion lek për të blerë komplet biletat, pra një investim serioz i tij edhe një herë, pra në shërbim të Vllaznisë për Vllazninë, por futbolli kështu është që duhet respektuar dhe duhet nderuar fituesi. Egnatia kampione me merit, patjetër me lojë dhe me rezultat. Me merit plot, po. Duhet pranuar, realisht vjen, si thua, vjen keq, por ky është verdikti dhe siç e the ti me merit të plot dhe për të dytën vit të radhazi, pra fituesi i 36 javësh shpallet dhe kampion në Final Four, por unë uroj që kjo skemë mos vazhdojë më. Ku ishin problemet e Vllaznisë pas në këtë ndeshje? Problemet e Vllaznisë ishin sidomos në mbrojtje, ku mbrojtja ishte shumë transparente dhe nuk shkoi asgjë, gjithçka, vetëm ajo shtylla e Bekim Balajt në pjesën e parë, një goditje në 90 minuta është shumë pak kur ti do të shpallesh kampioni i Shqipërisë. Unë mendoj që duhet ndërhyrje urgjente në Shkodër të Vllaznia me qëllim që të ketë një përfaqësim dinjitoz në Europë. Ervin Bako, faleminderit. Faleminderit juve, gjithmonë.